Rritet numri të sëmurve nga gripi në Maqedoni. Në këto 15 ditë të para të janarit janë regjistruar deri tani 300 raste, por mjekët paralajmërojnë zgjerimin e valës së gripit në muajin shkurt. Mjekët nuk e përjashtojnë edhe mundësinë e paraqitjes edhe të gripit të derrit. Deri tani në Maqedoni nuk është konfirmuar ndonjë rast i tillë, por në vende fqinje ka. Autoritetet mjekësore u bëjnë thirrje qytetarëve të mos mjekojnë sipas mendjes së tyre, por të marrin ilaçe vetëm në rast të shfaqjes së simptomave të vërteta të gripit, si teshtitja, kollitja, dhimbje fytyi dhe muskujsh, plogështi, temperaturë lartë, ndërsa në disa raste të diarresë dhe vjelljeve duhet të paraqiten domosdoshmërisht tek mjekët. Kujdes të veçantë duhet të tregojnë më së shumti gratë shtatzëna, të sëmurët kronik dhe më të moshuarit. Kujdes duhet t'ju kushtohet fëmijëve më të vegjël se 2 vjet. Në qoftë se simptomat e gripit nuk kalojnë për 72 orë, pra nëse temperatura vazhdon ose paraqitet vështirësi në frymarrje, thjesht gjendja nuk përmirësohet. Menjëherë duhet të kërkohet ndihmë mjekësore. Pacientët të mos mjekohen vetë. Nëse simptomat në mënyrë spontane për 3 ditë nuk fillojnë të qetësohen, kjo është shenjë se në organizëm ka filluar përkeqësimi. Kjo vlen për të gjithë pacientët, ndërsa për pacientët e grupit të rrezikut duhet vëmendje dhe terapi e posaçme me Tamiflu. Autoritetet thonë se posedojnë të gjitha mjetet e mjaftueshme për diagnostifikimin dhe zbulimin e gripit, madje kanë edhe sasitë e mjaftueshme të ilaçit Tamiflu, i cili është falas nëse mjeku e vendos në recetë. Edhe në Europë deri tani janë diagnostifikuar 2600 raste pozitive të gripit.